edhe Ibrahim a.s. pati nevojë që t'i jepet një sqarim dhe ata i treguan se ne jemi dërguar te populli i Lutit pra për ta shkatruar atë. Por ajo që ne duhet të themi ty, kemi ardhur për të dhënë një lajm të mirë për ty, që ti do të kesh fëmijë. Atëherë gruaja e cila ishte afër pra duke bërë përgatitjen pra edhe sjelljen e ushqimit deri afër odës aty ku Ibrahimi delte dhe e merrte e fuste në odën në dhomën ku ishin mysafirët. Ajo dëgjoi këto fjalë dhe në fakt në shumë vende në Kur'an përmendet kjo ngjarje. Sara në atë rast nga habia e madhe sakët wajhaha e ka gërrit fytyrën e saj. Në ajet tjetër thuhet ka shkul flokët e saj. Në ajet tjetër thuhet ka qajtur me zë të lartë. Në ajet tjetër thuhet ka qesh dhe në të gjitha variantet ka bërë atë pyetjen e logjikshme për cilën nuk ka vendos pikpyetje, pra nuk ka menduar që të marrë përgjigjen e duhur. Elidu wa ana ajuzun aqim, si ka mundësi të lind unë kur jam edhe plak e edhe sterile. Pra, i duket lajm i pa mund shumë të realizohet. Me lajket përkundrazi thanë se ti mos ketë dert se ne një gjë të tillë jemi në gjendje ta përçojmë edhe më mirë. Pra, ti jo vetëm që do të lindesh, por do të lindesh Ishakun, do të jetë djalë, o min wara'i Ishaqa Jaqub, dhe pas Ishakut do të jenë edhe Jakubi. Pra paralajmërojnë se ky leçë do të lindë, por nuk do të jetë steril, nuk do sprovohet me atë që jeni sprovuar ju. Pastaj edhe na tregon, dhe kjo është sinjali më kryesor që dietarët islam kanë përmendur në këtë fushë, kanë thënë se me lajket kur i dhanë myshde se do të vi edhe Ishaku, edhe mas Ishakut Jakubi, patëm për qëllim të i tregojnë se ju do të arrini, po se po këtë gëzim, por do të arrini edhe nipin, pra që të jetoj Ibrahim a.s. deri sa të lindet fëmia i fëmijës në këtë rast pra të bëhet edhe gjysh. E ky lajm tash ishte edhe më interesant edhe për këtë imagjinohen edhe nga aspekti psikologjik se është e mundshme që një njeri kur merr lajm tepër të befasues dhe me një befasi sa mund të thuhet i pamundshëm. Vetëm me thënë dikush se unë po të çoj mrekulli një fëmijë, edhe ti e pyet vetëm pastaj po kjo nuk është e mundshme se kush jam unë që të ndodh mrekullia në mua ose me mua. Mirë po Allahu xhalla xhelaluhu me ursinë e tij e di se kush është dhe çfarë është dhe kush ka nevojë dhe çfarë ka nevojë, andaj edhe kur jep diçka dikujt e di se a mund të jetë i mirë apo i keq dhe a ka nevojë që të avancohet çështja e të mirit dhe të degradohet çështja e të keqit.